E kuptova më në fund. Por e kuptova më në fund. Ma bëni halal, e kuptova. Në datë 8 nëntor 1941, kur u themelua Partia Komuniste Shqiptare, e kam unë fajin, është përgjegjësia ime. Prandaj më falni, ma bëni halal. Edhe kur filloi debati a u shliruar Shqipëria në 28 apo 29 nëntor, e kam unë fajin që nuk e ndava datën kur iku Gjermani i fundit, ma bëni halal. Edhe atë ditë kur marshoi shoku Enver mbi Tiranë dhe vendosi qeverinë e tij popullore, e kam unë fajin. Më falni, ma bëni halal. Po edhe kur shoku Enver bëri plenjumet e famshme, shkatroi kishat, xhamit, vrau grupin e deputetëve, vrau pushkatoi me dhe pa gjyq, me mira shqiptar, internoi me qindra mira të tjerë, prap e kam unë fajin. Më falni, ma bëni halal. Por tani e kuptova, mu desh pak kohë, me vonesë, por e kuptova. E kam unë fajin edhe kur shoku Enver na la, na braktisi, na la të vetmuar, unë e kam fajin. Unë e kam fajin edhe kur erdhi shoku i vazhdimësisë, shoku Ramiz, prap unë e kam fajin. Më falni, ma bëni halal. Por e për çdo gjë unë e kam fajin. Edhe për Ramizin, dhe për Enverin, dhe për Nexhmien. Unë e kam fajin edhe për shokun e Kurani saj që u hyrin dajak studentëve dhjetorit 90. Dhe prej atij dajaku nisi ajo që u bë lëvizja e madhe, revolucioni i madh demokratik që përmbysi komunizmin, por unë e kam fajin që shoku Ramiz në caktoi edhe cilat do të ishin partit e pluralizmit politik, ama kujdes, pa e tradhtuar nënën e madhe parti. Ndryshuam rolin e partisë me shoqërinë, por nuk e braktisëm nënën parti. E ndam në copëza. Po unë e kam fajin dhe për këtë, edhe për udhëheqësit e lavdishëm, jashtëzakonshëm të tranzicionit, majtas dhe djathtas në qendër, në mes, mënjan dhe nga pas, për të gjithë unë e kam fajin. Për çdo kryetar bashkie që ju ka grabitur, plaçkitur, trobitur, unë e kam fajin. Për çdo ministër, për çdo kryeministër, për çdo president, për çdo kryetar parlamenti, për çdo drejtor dogane, tatimesh, për çdo gjykatës, prokuror, ore për çdo drejtor kadastre apo legalizimesh që ju ka grabitur, plaçkitur, unë e kam fajin. Për çdo zyrtar që ju ka gjobitur, ju ka dërguar ruspun, ju ka prishur shtëpinë, unë e kam fajin. Për çdo grabitje, plaçkitje, unë e kam fajin. Për gjithçka që ka ndodhur në Shqipëri, për zënje të shqiptarëve, largim të shqiptarëve, prap unë e kam fajin. Unë e kam fajin edhe për grabitjen e pronave, edhe për shitjen e Shqipërisë, edhe për braktisjen e bijve të Shqipës nga toka e tyre dhe shtektimin drejt dheut të huaj, prap unë e kam fajin. Unë e kam fajin për lotët e mira shqiptarëve të vrarë në 97-ën, për shqiptarët e vrarë në 15 marsin e 2008-ës, unë e kam fajin për shqiptarët e vrarë në 21 janarin e 2011-ës, unë e kam fajin për çdo gjë. Unë e kam fajin, e kam kuptuar gjatë këtyre ditëve, çdo ditë më tepër, çdo ditë më fort, çdo ditë më qartë se unë e pas kam fajin. Por le të bijem dakord për diçka. Më quani fajtor sa të doni, më shpallni fajtor për çdo gjë që ju ka vrarë, ju ka lënduar, ju ka dhembur juve. Por për hir të brezave që po vinë, për hir të fëmijëve tanë, ju lutem, më shpallni fajtor
pamsha familjen, fëmijët, të gjallë dhe të vdekurit. Për hir të fëmijëve tanë dhe të brezave që po vinë dhe do të vinë, ju lutem të paktën ndryshoni gjuhën me të cilën komunikoni me njerëzit. Ore më shpallni fajtor për çdo gjë, mu ankoni mua, mu shprazni mua për çdo zemrat, për çdo mlef që keni, për çdo zhgënjim që ju ka dhënë jeta. Më shpallni mua fajtor. Por ju lutem, gjuha shqipe është shumë e bukur dhe ka të plot mundësinë dhe pasurinë leksikore për me shpall tjetrin fajtor në mënyrë të denjë, me gjuhë të denjë, me kulturë. Gjuha shqipe është shumë e bukur sepse na mundson që t'i themi tjetrit që është i keq apo i mirë në mënyrë të denjë, me fjalorin e dur. Mund t'i themi tjetrit që nuk jemi dakord me atë që bën, me atë që flet, me atë që thot, me atë që është, me atë që vepron. Por mund ta bëjmë këtë gjë me fjalor të denjë, me gjuhë të denjë, me gjuhë të kulturuar. Pra ne mund të mos bijem dakord për asgjë, por të paktën duhet bijem dakord se mënyra se si ne nuk dakordsohemi me njëri tjetrin, nuk është se patjetër na shpall armiq të njëri tjetrit dhe nuk është se patjetër duhet na çojë në urrëti ndaj njëri tjetrit. Nëse ne kemi përplasje, përplasjet nuk janë mes njerëzish. Përplasjet janë mes ideve, mes fjalëve, mes koncepteve, mes veprimeve. Pra le t'i refuzojmë, le t'i dënojmë, le t'i kritikojmë, le të mos pajtohemi fare me mendimet e njëri tjetrit, me fjalët e njëri tjetrit, ore me ekzistencën e njëri tjetrit, por le ta bëjmë në mënyrë të denjë, me fjalor të denjë, me kulturë, me etikë, sepse kështu me mlef, me sharje, me pornografi, me gjirize kamasutruese ndaj çdo njeriu, me etiketime, me përkufizime, me sharje, mallkime, me ufe dhe me bufe, po ndërtojmë një shoqëri e cila nuk është se do të na çojë më mirë, më lart, më drejt, por do të na çojë më keq, më poshtë, më ndyt. Pesha e skeqes nuk i përmirëson hallet e sotmes. Mendojeni pak. Po mirë, të marrim një shembull. Ta zëm se secili prej jush që më shani mua, që më etiketoni mua, që më vendosni të gjitha përkufizimet dhe të gjitha emërtimet që ju jep imagjinata juaj. Ta zëm se keni të drejtë. Po e marrim për një moment që keni të drejtë. Po, ta zëm se Arjen Galdini është ashtu si e thoni ju në imagjinatat tuaja më të këqija, më të liga, më të poshtra, më perverse. Por duke i shkruar ato imagjinata, pa pushim, në seri, me lumej, duke i derdhur me tonelata, çfarë bëni? A arrini ta kuptoni që një njeri që është i tillë apo i atill si shkruani ju, nuk është se përmirësohet kur ju a thoni ato gjëra. Se nuk e di kush është qëllimi. Mendoni pak një të smur që ka nevojë të shkojë, të shërohet tek spitali. Dhe njerëzit që takon rrugës i thonë gjithkohës, që ke keq. Bo, sa keq qënge. Sa keq qënge. Po ti pas ke mbaruar, ti pas ke vdekur. Vdiqja i pavajtur ke spitali. Nuk je jepni shansin dhe mundësinë të shërohet. Ta zëm se unë i kam të gjitha ato të këqijat që ju mi thoni. Po mirë, më ndihmoni duke mi thënë, a e ndihmojmë njëri tjetrin duke i thënë vetëm të këqijat? Ora, e shërojmë ne këtë shoqëri vetëm duke nxjerrë më të këqijat nga vetja? Sikur të drejtat janë. Pra unë po e marr nga e kundërta, po e marr nga imagjinata juaj dhe po ju them, ore sikur të drejtë të keni ju, duke i shkruar ashtu, me lumenj, duke i bërë oqeane, vreri, duke i bërë oqeane liksie, po nuk është se ndihmoni në përmirësim. Shoqëritë ndihmohen, shërohen,
kur flasin të mirën, ose kur heshtin, kur kërkojnë të mirën, sepse ne mund të bijem dakord që duke mos rënë dakord, mund të themi njëri tjetrit që shiko, unë nuk jam dakord me idenë tënde, unë nuk kam asnjë lloj pëlqimi apo vlerësimi për atë që bën ti, apo që thua ti, apo për atë që je ti. Por do doja që ti ishte kështu, do doja që ti ishte kështu. Pra, në këtë mënyrë, ne ndihmojmë çdo që të shërohet, më. Po kështu vetëm po hapim gropa pafund në shoqërinë shqiptare, po e groposim çdo njeri në këtë vendin tonë. Dhe e fundit që duhet të them në këtë mesazh është kjo. Nëse ne e kuptojmë të shkuarën tonë nga kërkimet shkencore, nga ekspertizat e arkeologëve, historianëve, antropologëve, sociologëve, dhe për shkak se bota reale ka qenë nën tokë, mbi tokë dhe në ajër, kjo bota e kohës tonë dhe epokës tonë është virtuale. Mendoni pak sociologët dhe antropologët dhe historianët e mbas 30 vitesh. Çfarë do mendojnë ata për këtë qytetrimin tonë sot, kur të shohin kaq shumë vrerë në rrjetet tona sociale? Çfarë do mendojnë ata, çfarë do thonë ata për ne kur shohin se sa të helmatisur jemi ne në komunikim me njëri tjetrin? Sa shumë mallkime kemi ne për njëri tjetrin, sa shumë sharje, paragjykime dhe balt kemi ne për njëri tjetrin. Por e për hir të fëmijëve, për hir të brezave, për hir të së nesërmes, por e të paktën, korrektoni, ndreqni, pastroni gjuhën dhe mos etiketoni njerëzit që nuk i njihni. Se një pyetje kam unë për gjithë ju. Nëse shkruani çfarë shkruani për mua, a jeni të sigurt që e dini të plot të vërtetën? A jeni të sigurt që jeni duke ja thënë njeriut që e meriton, njeriu të duhur? A jeni të sigurt që më njihni? A jeni të sigurt që duke mi thënë mua ato që shkruani, i keni bërë një shërbim vendit, atë dheut? A jeni të sigurt se më keni ndihmuar mua të kuptoj më mirë vetveten, të ndreq vetveten? A jeni duke i bërë një të mirë idealeve tuaja? Mendojeni. Unë them se asnjë mallkim, asnjë sharje, asnjë etiketim, asnjë copës balte, asnjë makineri vreri nuk ndihmon kërkën. Shpeshherë helmi dhe vreri vrasin vetë të Zotin, por dhe këdo për rreth.